Ky emision mundësohet nga Renau dhe Telkos. Mirë mrama, shikus të dashtun, mirë se vini nas po asjo në TVN. Pra, si të vjene shtunja, ora 18, është koha për as po asjo në TVN. Edhe në televizion, edhe në YouTube, po dhe YouTube-in e këshën e kanë jetë në televizor. A njëftohemi tash edhe me pjesëmarrësit e mi, pjesëmarrësit e mia në ekipin po. Mirë mrama Elin. Mirë mrama. Qysh je? Mirë. A je mirë? Mirë. Apo ki emocion që ke ardhur në emision? Pak. Pak. Pse? Tutës që po thot dikush s'ke ditë një pyetje, a s'ke fol mirë, a çka? Jo. Që po të ngusin në shkollë. Jo. Cila në shkollë je? Shumone. Shmë uni. Apo? Po. Okej, se po thush dishu shpejt. Shmuni. Apo më ishe mi thonë edhe shmuni. Shkolla shmuni. Se do mi thonë krejt shpejt, pa pika. Shkolla e mesme e ullët ne. Apo? Në Vushtrek. A jonë krejt shkollat në Vushtrek që të veç me numra? Jo. Ka e me emra? A ka me emra? Jo, ka edhe me emra. Okej, më do këtë shkollë interesante që është me numër, shkollë me numër. SHMU-NI. Sa të në klasë je? 6. 6 klasë. Sa pas ke fillu, këtë vitja keni fillu me arsimtare? Po. A e mëzit për mësusën? Pak. Pak. Me arsimtare u bo ma vështirë tash? Jo. Jo, a? Njajt. Okej, njejt. Cila lanë pëlqen mas shumë ti? Kejtë langë nuk kam nda një dale. S'ki ndo një dalim. Krejt lanë? Po. Okej, bukur. Lina, kush është me ty këtu në ekip? Arnela Arnela, kush është Arnela? është shoqja jam që e kom pas në klasë 5. Klasë 5, a mos jeni në klasë, a? Klasë Jo, tjeta? ma pësim. Pse? Pse Arnel? Arnel? Përshëndetje. Përshëndetje, pse? Tash që na ka rënë me arsimtare dhe me ndru shkollën, na ka ndru. Po, një Kena mes se kjo pas është shkolla e mes me ndryshime. ullë që ja fillon për 6-ës. Po, se e mora vesh një emision ma herët, kër i pata të mysafirët për një të shkollë, që prej 6-ës, po del që në objekt tjetër. Po. Edhe tash... Kena pas qysh- ndryshime. Ka pas ndryshime. Qysh e keni prit këto, pse që të ndryshim? Tash na e kena di që po dolim klasë 6 edhe ka shumë ndryshime, po nuk e kena di që na pret. Se keni ditë që ju ndojnë juve dyjave. Na jeni mërzit? Pak. Po. A jeni ankuna i ko? Jo. Jo. A ju do këtë juve në regull të shtu me shku dhe në klasë 5 me një shosje, të një mju ndo. Si prej qillit mi ardhë vendimi. S'po di. Po më do këtë si s'pjo do këtë në regull, dhe s'po mundir me folë. Që unë e për thamë, nuk është në regull, do të me folë me drejtorin e shkollës. Ose me drejtorin e arsimit në komunën e Vushtërisë. A mua pet njerë të mirë është. Pra po mira? Po. Okej. Bukur, Elina dhe Arnela janë në ekipin po. Kush në ekipin jo e kemi Ansarin. Mirë mrava Ansar. Mirë mrama, Tja e në klasë 6. po edhe në Me kënë je në klasë këtu? Bastionës. Me Asnjonin. Po. So paralel, në cilën shkollë je? Shumune, Edhe ti në Shëmuni? Po. So paralel e në shkollë? 6. 6. Po. Ti e 6-ta... Ne. 6-ta 1. 6-5. 6-ta? 3. 6-ta 1, 6-ta 5, 6-ta 3. E ty atë ka ndodhë me hup në i shok se ti ka ndru klasë, kur ki dalë në Shëmuni? I kam dë shok, dë më kanë hu. Do të kanë hup. Mo Ka për dalë klasë shok. Je nda me shok. E kanë e kiti Ansar në ekip? Rumesën. Rumejsën. Qka e ki Rumejsën? A e ki shoshe? A e nje? Ju. A e njëftu rrugës me ta? Po. Qysh vendoset më konë një ekip? Veç haj. Pa të Qëllë qep. më. A një det, ta këshyrim ta shqysh për shkanë. Rumejsa, ti në sotën klasë je? 6. Edhe ti në 6-ën, edhe ti në Shëmuni. Po. Veç je 6-ta? 2. 2. Okej, thash t'ja qëlloj 4, për s'ka ka 4, 2. Të më donë ke 1, 5, 2, 3, 4, se pas kemi këtu 6 paralele në shkollën Shëmuni. Rumejsa, so veta keni qenë, pse ndodhë që këndryshimi, do më thonë që kur delni një shkollë tjetër, që tuni mi ndo ka një qështit, a ka ma shumë, ma pak nëzanë sa në shkollë në Shëmuni, e të një që duhet mu nda, e qëshja bojnë? Jo, më do këtë që mu njëftu ma shumë me shëshni.
Okej, me njoftu, okej, me bo rjetizim, do të thonë, me njoftu me sa Me ma kriju shumë shoqni ma njerëz. mirë, ma shumë. A jeni krejt prej njëjtës shkollë deri në klasën e 5? Veç unë nuk jam. Ti si je? Jo. Ju në cilën shkollë keni qenë? Nali Kelmande. Ti? Edhe me. Nali Kelma. E ti? Unë në ndo zako që jupi. Andon Zako Qajupi. Bukur. Qajupi. Ka pi qaj më do këtë këshëm, që da e kam be emrin Qajupi, ja? Mos e koni vështris, mas i ka pi shumë qaj. Jo, nuk i ka emrin Qajupi për shkak të qajit. Qajupi, po më do këtë është edhe një mal në Shqipëri, as qështu diçka prej qasaj e ka emrin. Rumejsa dhe Ansari në ekipin jo. E ta shikus, dashtën ja fillojmë me rundet tona. Runde i parë është po, jo, po. Erën të runde i parë, po, jo, po, shikues të dashtën. 4 fëmijët veç janë vendos, si pas gjatësisë, edhe pse gjithë që kanë me gjatësi të ngjajshme, gjithë në klasën e 6, gjithë në shkollën SHMU në Vushtrri. E tash ja fillojmë. Kur thëm jo, keni me kthy në anën tjetër. Jo. Qashtu, vinë poshtë nuk bën me shkel, po. Jo. Hajde për ta falim, se asë veç pak e shkel e vinë. Hajde, edhe njerë. Jo. Po. Jo. Po. Hajde, jo. Po. Jo. Po. Ti dole krejt. Në anën tjetër, kështu që Ansari i merë 0 pikë. Hajde dhe njerë. Po. Jo. Po. Jo. Po. Jo. Rumejsa doli, Arnela dhe Elina po presin pak ma shumë, ta shkojmë pak ma shpejt. Po. Jo. Po. Jo. Po. Jo. Po. Jo. Mirë, Arnela është fituese, pra. Edhe pse Arnela u majt në linën, qitin këtan tjetër, po prapë është fituese. Kështu që, ekipi jo i ka 3 pikë, kurse ekipi po i ka, të më thonë, i pari i fiton 0 pikë, i dyti 3 pikë, i treti 8 pikë, kurse fituesi 15 pikë. Pra, i fundit që del është fituesi, i fiton 15 pikë, që i bjenë se ta shikan 23 me 3 është momentalisht rezultati, 20 pikë përsi, po ka runde, plot runde, kështu që keni mundësi më kthy sa të dush, edhe në fund mozaiku jau dyfishon pikët, kështu që keni mundësi me rrotullu krejt rezultatin. E ta shikus të dashëm prej po jo po, dalim te as po as jo. Erë koha për as po as jo. Është koha për ekipin e parë, ekipin që është në bërsi, edhe Elinën. Qarë fjale me andalu Elinës përveç fjales as po, as jo, as aha, as ha, as yes, as no, as op, asoj, këtë këto që do më thonë po jo, po punoj mundesh me thonë, po bëj mundesh me thonë, edhe po, kure ka kuptimin e po. Mjekësi. Mjekësi. Okej? Mjekësi. Mjekë mundesh me thonë. Koha prej 90 sekundave ja fillon me njerë, as po, as jo, as mjekësi. Elin, ki qef më bo mjeka? Kam qef. Ki qef? Qarë mjeke, dentiste? Nuk e di. Nuk e din? Veç mjeke. Veç mjeke. A të punon e kështë mjekësi? Në shpe? Sëm punon. Se ki kërkon mjekësia? Së punon. A ki lanë të mjekësis në shkollë? S'kam. S'kam. Qa da mërmendja që duesh me ditë për mu bo mjeke e mirë? Matematikën? Duesh me ditë?
Mendoj vish matematikën. A biologjin? Zbesoj. Fizikën? Vish matematikën. A tha jo apo më duket? A tha, Vish matematikën. s'tha jo veç matematikën, a? Hajde dhe, pëll. S'ki thonë dhe më thonë, për që ata po vazhdoj. Thash. S'thaja dhe, apo? Thash. E cila, ti tha matematika të pëlqen në mas shumë ti, a? Në shkollë të stash. Nuk kam dallime. S'ki dalime heq. S'kam. E gjua kroate, a të pëlqen? A keni lanë gjuhët kroate? S'kena. S'keni heq, a? S'kena. Apo, a? E futbol, a lunë? Luj. Lunë? Luj. Lunë me djemë? U kry koha, e linën, po edhe fjalla meksike pak, ndoshta duhet në fjallë që përmendet ma shpesh, ku 33 piki i boni. Elina pas ka ushtru, tash është koha për Ansarin. Çfarë fjallë me ndalu Ansarit? Hajde ta këshyrim. Shkollë. Shkoll. Ansar, koha prej 90 sekundave ja fillon me njerë, as po, as jo, as aha, as ha, as tok, as jes, as non, as o pasoj, as shkoll. Ti ke në shkollën Ismail Qemali? Nuk është. Nuk ke. Në shkollën Andan Zako Qajupi? Nuk është. Nuk e konë. Që pata me shkolla jote e parë? Shëmune. Ajo tjetra që e konë fillore? Ali Kelmendi. Ali Kelmendi. Po. Pse ve tha po? Ko unë që tu me tykesh. Pse tha po, Ansar? Se do isha më afru pak rezultatet, apo kuptani. Po prap se prap, punën duhet me kry, edhe prap pyetje duhet me bo, edhe sa më të vështira duhet me ja bo. Po Ansari tha, po, se pas ka nështru si Elina, se pas ka ushtru në vërtet. Kjo se alo, se kemi pas çka ka me bo Arnela, e çka ka me bo Rum Mesa në rundin e radhës, në vërtet pjesën e dytë të rundit të dytë, as po, as jo. Po para se me dalë të pjesa e dytë, shkëputemi pak e kthehemi prap këtu në studio. Erdhëm te pjesa e dytë e rundit ton të dytë. Ansari nuk mujti me kalu me sukses as po as jo, Elina e kaloi me sukses, tash është koha për Arnelën, po ju duni me zgjedh një fjalë që o mërmendje që Arnela e përdor ma shumë. Hajde. Klas. Arnela, koha për 90 sekundave ja fillon me njerë, as po as ju, as klas. Është klasa shumë e madhe? Është. Është më e madhe se që kjo studio? Është. Është më e madhe. Sa banka janë aty, jeni me banka, me karika, me tavolina trumbullakta? Me kreqa të që i the. Me tavolina trumbullakta dhe me banka dhe me karika? Krejt. Krejt që aty jena? Apo? Okej. A keni dritore në klas? Kena. Keni dritore. Cili arsimtar mendon që jep mas miti mësim? Në cilës lanë? Nuk kam dallim. S'ki dallim as tja? Krejtet mirë. Edhe lanë të krejt pëlqenj? Unë pëlqenj. Pëlqenj. Sa veta e një klas? 28. A ka në klas me ma shumë veta në shkollë? Nuk e di. Së dina? Nuk e di. A keni pas ma herët ma pak në zonësa deri në 5 klas? Nuk e di. S'më kujtohet. Okej. Apo duken tash ma të leta këto për klasës 6 për te se deri në 5-ën? Dije që klasa 6 është më e vështirë, po e kalojna. E the fjallin klas? Ja nisi me marrë vetë besim, po shqyqyrë se ishin largu shumë. Të ishin largu 40 pik, s'kishim qef askush, me qenë 40 pik largë. Tash është koha për Rumejsen, edhe një fjallë që duni mja zgjedh jo. Okej. Mësuese. Apo? Se diçka më duket Arnela tha ju. Apo, mësuesa, keni vendosur dyja? Po, dyja kena vendosur. Mësuese.
Mësuese, as mësuese, as mësues. Nuk i drejt, më thonë, as mësuesit, as mësueset. Mësuese. Koha prej 90 sekundave e fillon me njëherë. Rumejsa. Qa do më thonë emri jut? Nuk e di. Nuk e din. Okej, s'pas ta tregu kurkush. Prej çfarë gjuhë është, a e din? Arabe. Prej gjuhës arabe. A e folti arabishtën? Nuk e foli. Nuk e fol arabishtën. Sa i përket mësimit, do më thonë, a ka qenë ma letë me mësuse a me arsimtar? Me arsimtar. Se ma letë me arsimtar, e ki pas mësuse në vështira? Nuk e kom pas. As në ki pas të vështire. Pse ma letë me arsimtar? Ndoshta është ma letë se e kemi gjithse cili një arsimtar të ndryshëm për çdo land. Për çdo land? Po. Tha po. Tha po. Qa me bo? Zakonisht qështu ndodhe në emisionin tonë, në emisionit e tjera, një person mesatarisht prej 4 e kalon as po as jo, nuk e kalojnë as njëherë të gjithë, ndoket njëherë ose 2 herë ka ndodhë në krejt epizodat këtu 4 vjet e fundit, 3 vjet e fundit me e kalu të gjithë. Kështu që, rezultati mbeti 33-3, ishte 23-3, pra 20 pike përsi, tash janë 30 pike përsi për ekipin po. Erdhë koha për rundin e tretë, gjeje fjallën. Erdhë tash te rundi i tretë, gjeje fjallën. Kush për del për juve për mja spigu tjetrës 10 fjallet për 60 sekundë? Hajde, Elina. Drejtën e me shiku ekranin. Ti zguta me shiku ekranin. Ti do të vish me gjithë fjallën. Këtu nuk del fjallat, për mas ka me dal fjallet, kështu që edhe me dasht s'mundesh me shiku. Po thëmë s'mundesh me pa nëse se këthen kokën. Okej, a jemi gati? Po. Tha po. Ma në fund Elina tha po. Po, s'është rundi as po as jo, që që nuk hu pik. Mirë, ja fillojmë me fjallën e parë. Qarë diçka që e livrojmë? Nuk kom e gjithë, okej. E livrojmë parin. Diçka që e livrojmë. Qysh. S'kuptaj. Skip. Kaleje. Qarë diçka që na nevojitet për dimër, është diçka që e prejmë, që kanë mal. Që e prejmë kanë. Është diçka që e prejmë, që na nevojitet për dimër. Qysh me thonë... Është diçka në mal. Sakit. Jo, Sakita. Është diçka që e prejmë që ato. Sharë. Jo. Skip. Kaleje. Është diçka e rrëmbullak që po jetojnë anë to. Bota. E sakt, ma në fund e qëllove botën në sekundin e fundit koha kaloj. Elina duhesh më ullë, një të qëllume, i keni 35 pik. Ara ishte e para, qka e livron arën. E livron arën. E dyta ishte qka marim për dimër në mal, druri. A kështë që e prejmë. Qka e prejmë, me qka e prejmë, këtë ti pas ke menu, botën e ki qëllu në sekund fundit, do më thonë, ka qenë gjysëm sekundin meti deri në fund, kur ka thonë bota, 35-3, tash ju, nësi qëllëni 10, atë mundeni me bo 20 pike, pa që shluhet loja, kështu që, hajde shpejt, tash jam me juve, normalisht s'moj mju ndimu, po, ju, kush për del, po, mundesh me dal, hajde Romis. Pse jo me juve, tash dikush thotë mos ja u bë me hile këtu në tjerëve, s'pja u bëj me hile, po, si tifoz, se fjallët janë aty, fjallët janë caktuar me ma herët, aty nuk muj me ndiku, pak muj me ndimu, po si ndimaj, 2 pikë janë pyetje për një fjallë. Hajde, koha prej 60 sekundave dhe 10 fjallët ja fillojnë me një herë. Lëndrojmë nuj me to. Anija. E sakt, tjetra. Shpërthen. Bomba. E sakt, tjetër. Më në migro. Kere, vetura. Është ka rrota. Autobuse. Jo, nuk është mekanika. Nuk është me rrëng. Polica. Jo. Trotineti jo, po Rëllera. skep. Kaloje. Është kofsh.
Po sa kafsh ti A më na më me të shpjegoja A më na mja kafshat. tregu Po çu Shkronjën e parë. Ja, shkronjën e parë ju. kë... Me thonë. Është mashkulli i, që po të nimoj, i, që thënë, Stasi kisha arrit. Skip. skaleje. Hajde. Fryen. Era. Era e sakt, hajde. Kena më ftyrë. Faqet. Faqe e sakt, hajde. Koha kaloj, mund është mull. Ja, më ki frustru me që ato, tha, i grahim. E pse s'kallëzoj që sa rota i ka? 2 rrota. Qa ka 2 rota? Ha? Nuk është rutinë. Po tha sot rritin e, qa ka 2 rota që i grahim? Cikla. I cikla dhe që ajo na vyke. Ke përmende kirën, e përmende autobusin, e përmende kamionin, e përmende trotinetën, veç bicikletën si ki përmende. Kuku. Ania ishte e para, këto tjera shumë shpejti keni qëllu, që ata u frustrova se kisha qef me qëllu ma shumë. Bomba ishte e dyta që e qëllut me njerë, te bicikleta keni me, dhe më thonë, qkafit i grajmë me pedale, bile dhe ma thjesht të shpigu, me pedale bicikletës, edhe të dashi me të, dhe më thonë, mashkulli i delës, dashi. Ua, mos di Ose- sa qysh me përshkru. Mashkulli i delës, dashi, ose me brina, trumbullakta, me leshën, që e marim leshin prej ti, dashi, erën e keni qëllu, faqet i keni qëllu, edhe 4 të qëllu me, dhe më thonë, koha përfundoj, 4 qëllu me 8 pik, tash i keni 11, kështu që jeni afru pak, 35 me 11, i vjen që i keni 24 pik dalim, e në fillim të këtij rundit ishin 30 pik dalim, kështu që jeni afru 6 pik. Mirë, kjo ishte loja gjeje fjallën, dhe tash prej fjallëve dalim të numrat. Edhe më tash te numrat, do t'ja bëjmë një pyetje, okej? Përgjigja është gjithmonë numër. Po, pyetjet janë kogja të vështira. Sakt, shumë rrallë e din na i kush sakt përgjigjen e këtyre pyetjeve. Po kush është ma afër E fiton. prej 2 ekipeve i fiton 10 pikë. Do të thonë kjo është veç për me pa, arsyeja e këtij rundit është për me pa se çysh logjikoni edhe çka jo merr mendja kur ka ndodhur. Sa nëse kanë një pyesim edhe për histori, po këtë herë do të pyesim diçka tjetër për thellësi. Sa metra është thellësia më e madhe në oqeanet e tokës? Çka e merr mendja? Sa metra thellë mundesh me shku mas shumti në një oqean? Çka e merr mendja? Që për shembull më ndu pak, sa është naltësia, e keni krahasuar nëse me naltësinë mali më i lartë në tokë, e dini përafërsisht? Mali Everest, Po? po ama sa është? E tash, thellësia nuk është shumë dallim i madh, po sa është thellësia nuk është shumë dallim, është dallim, është pak më i thellë, se që është maja më e lartë, po çfarë e merr mendja sa metra, ose më saktësisht me thonë sa mijë metra. 1800. 1800 metra, po thuni që është thellësia më e madhe në tokë. Mendojna. Mendoni, normalisht, se këto se dim sakt, as unë se kisha ditë sakt, e kom ditë parafërsisht. Okej. Urdhënoni, diskutojeni mes veti, edhe më japni një përgjigje, kush është më afër i fiton 10 pikë. Unë ju tregova që është ngjajshëm me lartësinë e malit Everest, Sa është moli e jo ngjajshëm është pak më e madh. Okej, pyesa. Sa po tani më thon? 50.000 metra. 50.000 metra, po thuni, okej? 50.000 metra. E unë mendova që po ja qëllëni pasi që ju ishit kogja larg, do më thonë kur thatë 1800 metra, veç t'ju kujtoj që mali Mount Everest, maja e Mount Everestit, i ka 8880, shumë let me majtë mend, veç e malin mend, 8880, thuni 88, se diku shkruan 88, diku 84, diku 86, 8888. Thellësia më e madhe është 10.984. Kështu që keni ikë shumë larg. Nëse keni menduar që është numri më i madh se që kanë thonë këto, keni mujt veç me thonë një më shumë se këto. 1801 dhe i kishin fitu krejt që ka më të mëdha. Kështu që ju i merrni 10 pikë dhe i keni 45 tash. Pyetja për juve, mas pari ju mendoni, përgjigjeni, sa minuta i duhen dritës së diellit të arrijë në tokë? Se edhe drita udhton, drita është
e ka shpejtësinë më të madhe që ekziston, që mundet më zhvillu në natyrë, po sa minuta mendoni që i vyn dritës së diellit me mrin tokë? Minuta. Jo po thoni 17 minuta. Bukur. Sa minuta po thoni që i vyn dritës së diellit me mbri në 20 minuta. Okej, mirë. Këtu merr mirë që s'tat 100, 200, 300, kështu që ma mirë nikon. Super. Po, keni qenë kaq afër në vërtet. Po, drita udhton shumë shpejt, shumë shpejt. E dielli është diku 149 milion kilometra prej tokës, po edhe pse drita udhton shumë shpejt, prap dritës i vyn rreth 8 minuta me mri në tokë, varësisht sa është larg dielli, se nganjëherë dielli është më larg prej tokës, nganjëherë është më afër, e këtë që e përmenda, nganjëherë është 147 milion kilometra, nganjëherë është 152 milion kilometra. Kështu që 8 minuta i nevojiten dritës së diellit me mbri në tokë. Kështu që ju i fitoni 10 pikë. Tash i keni 21 pikë. 21 me 45 është momentalisht rezultati. 21 me 45. Të ma mirë 45, se na këtu e thojmë 45. E tash, prej rundit të numrave, dalim të rundi jonë maj qetë, rundi erdhëm të pantomima, veç të tregojmë prej rundit të kalum që folëm për numrat që shpejtësia e dritës është 300.000 km në orë. Më thonë është shpejtësi në sekond vërtet, 300.000 km në sekond. Në sekond, para mendoni. Një kërë me shku 300 km në orë është shumë shpejt, e kjo 300.000 km në sekund që i bjen 1 miliard km në orë i kalon drita. Se folem ahirit për dritën e diellit sa mrin tokë nëse jeni kyç që tash në emisionin tonë. Po tash është koha për pantomim. Ende jeni në përsi, njona për juve duhet me dalë dhe m'ja shpjegu shoqës vet 5 fjalë, po e fol asnjë fjalë, po e bo asnjë zë. Edhe të lutem, mos i shqipto fjalët pa zë, se vrehet prej buzëve çka je tu lexu atje. Okej? Koha për 90 sekondave dhe 5 fjalë t'ja fillojnë me një herë. Lopse, fletorja, tabela, shkumse. Qyre qatë veprimin e parë që vepon? Hajde, kaloja, mas e lypi me kalu. Pumat, lizjat e tërë, Lidhëse, qashtu, bravo, e sakt. kontrollusja s'po di që me thonë. Mustfall, Mjekja, mjeku, po thuje, që po nalësh, që po tutësh. pasqyrja, Pasqyrja, bravo, i themi tash atune. Edhe një tjetër kemi. Jo, lexoj e mirë, se si e të lexu mirë. sakisa, As këtë si e të lexu mirë. Po, okej. Bon edhe qështu, po... Okej, koha kaloj, mundesh më ullë. Këtu pra në rundin pantomim kemi disa më atleta, disa më të fshira, normalisht që me i kombinu pak. Po, na kemi mendu në vërtet që kimiku është ma e letë, se boni kështu dhe ja nisni me shkru, po lapsin e përmende shkum po si se në këto tabele. isha të shush. Kimiku. Se ja bon kështë klak me dhejsh, që? Klak. Ndapesha me kishtë. E vërtet. E,
Kimiku nuk e qellut, lidhset i qellut, mjekun e qellut, pasqyrën e qellut, e fundit ke hidhur. Hidhur mund është me shpjegu si e hidhur, kur është diçka e hedh. Edhe kështë thonë e hedh, po ti e shpjegoj ke hidhur, mu hedh. Po kështë thonë hidhur, na e kishim pranu si do që i kështë shpjegu. 3 qellume, herë 5 pik, 15, 45 edhe 15 pik, bëjnë 60 pik për ekipin po. Tash, jo i keni 5 fjallë, njëjtë si ekipi po, mundeni me i bo 25 pik nëse i qëllonit të gjitha. Kush për të lëki? Hajde. Hajde Ansar, e pave që shpjegohen fjallët, nëse mbetet si të kimiku, në qysh mbetet që tha lapë, si ja ban kështu poveq, sinonim, ja qëllove për sinonim, qështu. Okej? Koha prej 90 sekundave ja fillon me një herë. Uje. Gota. Lëngë. Shisha. Vazhdo, thuj fjallë. Qëre që po bënë, ndëroj pak veprimin ti. Qëre që shpe kap. Qumshti. Sket. Hajde kaloje. Po për çdo ditë të përdorim këtë fjalë. Hajde, a do me kalu dhe këto, e kalojmë, hajde. Kimek, se ka fjallën e njëjtë, pra. Digitroni. Qyre këto, s'ke të kështu shumë mirë. Hajde, provoje, qysh, nale, veze. Qibrit. Shkrepza. Qiriu. Qiriu e sakt, hajde tjetra. Shalli. Shalli e sakt, tjetra. Ma shpejt. Sakica. Jo. Me hedh. Ha? Me hedh diçka. Jo, tha me shti bukën në shparet këty është ti, po mund është mura aty, shpareti ose drunin, kështu që dy i keni të qëllume, ta këshyrim të stilat, e para ishte e përmende langun, e përmende ujin, e përmende gjitha, veç kafen se përmende. Kafen nuk e përmende, po ndoshta edhe në kafe do është me qitë pak sheqere, me përzi, edhe me pi kështu, me thonë qaj, jo qaj, po kafja. Tani e pate mesazh, dyshysh me shkru që shto, nështë ta e kish kuptu që ja qënë mesazhin. Qiriun e keni përmend, e keni qëllu, shallin e keni qëllu, edhe mbetëm të shporeti që ishte ma vështirë dhe nuk patën shumë kohë. Kështu që 2 qëllume, 10 pikë, 21, i keni pas, tash i keni 31 pikë, 31 me 60, të më thonë, për ekipin po. E tash dalim të rundi radhës, të rundi memoria. Në tash të memoria ta këshyrim kush e ka kujtesën ma të mirë, kush mundet mi majt mend fjalin që e kryojmë tash këtu, e improvizojmë këtu në emision. Është koha tash për Elinën, pasi që ja filloj me ekipin që është në e përsi. Elina, thuaj një fjallë. Dimri. Dimri është? I ftohtë. Dimri është i ftohtë. Duhesh mi përsërit edhe fjallë para prake. Okej. Mirë, a ta falim mirën e parë. Hajde. Pja falim një herë, të më dhënë se sa ja filloj, të më dhënë rundin e parë, ja falim. Ta që keni hargju të falimit, jo? Ja fillojmë edhe një herë. Dimre. Dimri është? Dimri është i ftohtë. Dimri është i ftohtë dhe? Dimri është i ftohtë dhe i bukur. Dimri është i ftohtë dhe i bukur, por me... Gabove. Po ju ti? Dhe i the 4 fjallë, i the. Jo, i bukur e thashone të por. Vesh por. Vesh por. Okej, mi thonë gjitha fjallë, të një me shtu edhe fjallën por. Po tash, për mu barazu, e mësum që sholoja, pja falim edhe juve, okej? Tash nisa me një fjallë këtë tjetër, jo me dimër. Okej? Tash s'ka të falë me mu, e kuptum që shluhet loja, ja fillojmë edhe njerë. Hajde. U barazum me të falme, edhe njerë. Prallat.
Përrollat janë. Përrollat janë qesharoke. Përrollat janë qesharoke dhe Përrollat janë qesharoke dhe të bukura. Të bukura janë 2 fjallë. Të janë 2 shkronja. Kështu që tash ja dhuroni ekipit kundërshtar 10 pikë. I krytëm të falmet, tash lujmë për një me 41-60 është rezultati, tash ja fillojmë prej Ansarit, pastaj vazhdon Rumejsa, Arnela dhe Elina. E kështu me radhë, deri sot gabon dikush dhe ja dhuron 10 pikë ekipit kundërshtar. Ansar, filloja. Keka. Keka është A këmën? Po. Keka është i Shtë edhe një fjallë. mirë. Keka është i mirë dhe Keka është i mirë dhe i bukur. Po, qëfar të bukri? Keka është i mirë dhe i bukur. Dhe Keka është i mirë dhe i bukur dhe qesharak. Keka është i mirë dhe i bukur dhe qesharak dhe Keka është i mirë dhe i bukur dhe qesharak dhe i lezetshëm. Keka është i mirë dhe i bukur dhe qesharak dhe i lezetshëm. Hajde, shtë një fjallë. Dhe Hajde, prapë të dëmë dhe. Keka është i mirë dhe i bukur dhe qesharak dhe i lezetshëm dhe Ma shpej. dhe i gjatë. Keka është i mirë dhe i bukur dhe qesharak dhe i lezetshëm. Po atash më duhet me të ndërprej, se shumë më bënove me të gjitha. Prap 10 pikë, prap 10 pikë. Vi ke kesh më ndërprej kur më livdojshin. Po më duket edhe Spedia dhe Arnela a tha i fjallën i mira, e tha ajo, nuk e di, po... Është i mirë. Tha i mira, po, do të thonë që ata nuk ndërprejmë, po prap i fiton 10 pikë ekipi jo, tash jam 51-60 jeni tash. Ju kanë afru, 51 me 60. Qaute, po keni mujtë me shtu dhe fjallës për shembull si dhe, ka, ose por, ose të, adem që mi alon kilën dikuj tjetër, po 51 pikë, 51-60 për prap jeni në përsi ekipi po, kështu që tash dalim te geografia. Rundi gjeo. Ta shënon në të rundi jonë maj letë, se ju dalin 2 opcione, edhe mos me ditë heq pyetjen, veç i afro e zgjedhën një opcion, edhe mundën e me qëllu. Pyetja është veç për njërin në ekip, kjo është veç pak si një desert para rundit ton, më të rëndësishëm edhe më të vështirë që është mozaiku. Kështu që vazhdojmë me gjeografi, pyetja për juve është në cilin kontinent ndodhet Egjipti? Në kontinentin e Afrikës apo të Azis? Diskutojeni me zveti edhe ma jepni përgjigjen. Azis. Të Azis. A unë me jo për nga përgjigje? E jepni përgjigjen, po ju nuk merrni pikë. Veç këta. Çfarë përgjigje mendoni që është kjo? Në Afrikë. Bile është shumë afër Kosovës, ndoshta më afër se Norvegjia është, ha? Edhe më afër se Norvegjia, që e kemi në kontinent të Evropës. Kështu që përgjigja është e pasakt. E tash pyetja për juve. Pyetja e dytë e lehtë koka, shumë. Dikush kish mendu që edhe para e lehtë, po nganjëherë mundet më përgjigj, sidomos nëse nuk e keni shumë, nuk keni interesim të madh për gjeografin. Në cilin kontinent ndodhet Australia? Në kontinentin e Evropës apo të Australisë? Australis. Në kontinentin e Australisë. Australia, Cili shtat tjetër ndodhet në kontinentin e Australisë? Zelanda e Re. Zelanda e Re, bravo! Edhe Zelanda e Re, do më thonë, Ansar gjeografin për dishë mirë. Jo shumë. Jo shumë mirë. E di. Edhem pak. Mirë, vetëm me thellësi të oqeanit e tokës, që aty je konë shumë lartë, po çka ka ndodhur tash është që i fitu 10 pikë, kështu që
61-60, çfarë rezultati? Jeni ngjit krejtë, qysh kanë njerë në përsi ekipi, po, tash janë veç një pikë përsi ekipi, jo. Po, kjo tash nuk ka rëndësi hiç se janë shumë afër, shumë baraz, kështu që kushdo që e qellon mozaikun, e fiton quizin e sotëm se i 2 fishon pikë. Ju mundeni me bo 120 pikë, ju mundeni me bo 122 pikë. Shkojmë tash te rundi i fundit, po para se me dalë te rundi i fundit, shkëputemi pak, qëndroni me ne, se kur kthehemi, kemi me po kush e fiton quizin e sotëm, kush e qellon mozaikun, edhe ju të shtëpia mundeni me provu me e qellu mozaikun. Shikues të dashur, jeni me as po as ju, rezultati është 61-60 për ekipin jo, e tash erdhëm te rundi i fundit, mozaiku. Unë nuk e dija kemi qenë ndonjëherë vetëm një pikë përsi për njërin ekip, po tash jemi. 61-60 për ekipin jo, do ta shohim mozaikun krejt së bashku, edhe ju të shtëpia këshyreni apo mundeni me ja qellu mozaikut. Hajde ta shohim së bashku çka kemi sot për mozaik. Balena. Balena, jo. Peshko. Jo. Peshku, jo. Uje. Uj, jo. Qysh tha uj? Uje. Uj, Gota. jo. Veç thuje pak ma me të madhe se Uje. nëse uj. Jo. Gota, jo. Shikues të dashur, çka pja mërmendja që është? Qielli. Nuk është qielli, Gota. nuk është gota. Hajde. Dete. Qysh? Dete. Deti nuk është, hajde e qartësojmë edhe pak? Po. Liçene. Jo. Qëto e shohim gati çdo ditë? Ka të që shkojmë Simboli i barnatorës. simboli barnatorës. Jo, ajo është i gjelbër. Spitalit. Nuk është spitalit, ajo është një hë, po s'është hëja e spitalit, s'është simboli i spitalit. Hajde. Az madhojmë. Ha? Az madhojmë edhe pak. Me zmadhuje, po me qartësu. Hajde, qartësojmë edhe pak. Ha? Njeri me dete. Jo, s'është njeri. Është zogo. Nuk është zogu. Veç pi u mastrojnë këto pikselat që janë katrore, se qështu dokën katrore, ta shkur qatësohen për sheni që po, veç po e merë formën. Shqiponia. Nuk është Shqipon. Nuk merë frymë heq kjo. A send atë? Ha? Send. S'merë frymë, thash, send. Po, është send. S'pe di që me spjegu. Nuk mund është me thonë bashkë send. Qa të di ka? Vetura. Qa është? Vetura. Vetura. Nuk është. E shojmë çdo ditë ka të që shkojmë shumë Drita. vende. Qysh? Drita. Drita? Jo. Ç'të? A qasojmë edhe pak. Po. Hajde. Yle. Ylli e sakt, qa janë au deshke. Thash pse e shojmë? Pse e shojmë çdo ditë sa është një yll, hajde ta shojmë edhe ta zbulojmë së bashku. Është një yll i flamurit të Kosovës. Pra yll i bardh në prapavi të kaltër. Pra ishte ylli, për ata thash e shojmë çdo ditë se e hasin flamurin e Kosovës në çdo vend. Shumë të mira keni qenë deri në fund ishit në përsi, po tash e qellu mozaikun edhe keni të fishu pikë, që jeni fitues. E mos harroni se emisionin ton e ka mundsuar Renault Course. Pra, e keni Renault këtu, kështu duket. Dhe ofron 11 gjuhë të huaja, kurse të ndryshme me metoda bashkëkohore, mësim online përmes platformës së veçantë të mësimit, mësim fizik në Prishtinë dhe në Fush Kosovë për fëmijë dhe të rritur. E kurset tjera përveç gjuhëve janë programim, marketing digital, dizajn grafik, video editim dhe shumë të tjera. Qa shumë kanë që po më duhet pikëshyr këtu mi lexu për me e po çfarë kurse kanë për m'ju aftësu juve për karrierën e juaj. Pra zgjedhje e duhur për mësim cilësor dhe trajnim profesional. Kjo është e tëra sa e përket emisionit të sotëm, shihemi të shtunën e ardhshme në ora 18, shikues të dashur.
falet tënde.